Gjatë ditës së sotme, atmosfera në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 është tensionuar ashpër, pas një debati të ashpër mes Selin dhe Rogertit. Përplasja nisi fillimisht me një koment fyes të Rogertit drejtuar Gretës, duke i atribuar asaj dëshira të tepruara seksuale pas një deklarate që ajo bëri për Juelën. Në këtë pikë, Selini ndërhyri duke e pyetur Rogertin mbi qasjen e tij ndaj jetës private, gjë që e nxiti një shkëmbim fjalësh me tone mjaft personale. Kjo ka qenë kronologjia e debatit. Rogerti pohoi se në martesën e tij gëzon liri të plotë seksuale, ndërsa pyeti Selinin me tone provokuese mbi numrin e partnerëve të saj. Selini kërkoi shpjegime se pse ai po tentonte të komentonte jetën e saj private dhe intime. Ndërkohë, Rogerti sugjeroi që në këtë bisedë të vazhdonin privatisht në një ambient hoteli, duke provokuar reagimin e banorëve të tjerë. Edisa ndërhyri duke i kujtuar Rogertit statusin e tij si burr i martuar dhe papërshtatshmërinë e ftesës. Dhe Selini akuzoi Rogertin për mungesë të respekti ndaj bashkëshortes së tij dhe për tejkalim të limiteve etike. Debati u përshkallëzua kur Rogerti pretendoi se zotëronte informacione komprometuese për Selinin, duke hedhur dyshime mbi orientimin e saj seksual dhe aktivitetet e saj në të kaluarën. Ai deklaroi se kishte informacione shumë të bukura dhe pyeti Selinin në mënyrë tendencioze se çfarë kishte bërë gjatë qëndrimit të saj në Dubai. Ajo e sfidoi atë që t'i bënte publike këto informacione përpara publikut shqiptar, duke e konsideruar këtë një sulm të drejtë për drejtë dhe një akuzë të pabazë mbi integritetin e saj moral. Edhe Shëndriti e cilësoi pyetjen e Rogertit si qartësisht tendencioze dhe të papërshtatshme për formatin. Ky debat ka shkaktuar mjaft reagime brenda shtëpisë, pasi prek kufijtë e privatësisë dhe etikës së komunikimit mes banorëve, duke kaluar nga loja në sulme personale mbi moralin dhe jetën jashtë kamerave. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Kush mendoni se duhet të dënohet dhe a ka të drejtë Rogerti që të flasë këto gjëra para gjithë shqiptarëve? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.